Manifestimi I shënimit të 75 vjetorit të themelimit të shoqatës së bjeshkatarëve Sharri të shtunën pasdite në ambientet e mrekullueshme të shtëpisë malore Struzh, mblodhi një numër të madh shoqatash bjeshkatare nga Kosova dhe rajoni, duke dëshmuar frymën e bashkëpunimit, miqësisë dhe respektit që karakterizon komunitetin bjeshkatar. Falenderojmë të gjithë ata që sot vazhdojnë të mbajnë gjallë këtë traditë duke organizuar. Këtë ngjarje e shpalli të hapur kryetari I shoqatës Osman Uka, ndërsa nën kryetari I saj Kujtim Shala tha se sot po e shënojmë një histori që fillon në vitin e largët 1951 dhe vazhdon të shkruhet edhe sot më të njëjtin pasion, dashuri dhe përkushtim në promovimin e bjeshkatarisë, mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin e turizmit malor. 75 vjet nuk janë vetëm numra në kalendar. Janë mijëra kilometra shtigje të përshkruara, qindra maje të ngjitura, mijëra miqësi të krijuara dhe breza të tërë që kanë mësuar se mali nuk pushtohet me forcë, por me respekt, durim dhe dashuri. Shoqata jonë nuk është vetëm një organizatë sportive. Ajo është një shkollë e karakterit, një akademi e vullnetit dhe një familje e madhe njerëzish që kanë zgjedhur natyrën si vend takim. Në këto 75 vite Sharri ka edukuar qytetarë më të mirë, ka ofruar njerëz të profesioneve, moshave dhe bindjeve të ndryshme dhe ka dëshmuar se para madhështisë së malit ne të gjithë jemi të barabartë. Ndërkaq kryetari I Federatës së Bjeshkatarëve të Kosovës Arjanit Nikçi dhe I Federatës së Shqipërisë Artur Goni në fjalët e tyre thanë se shoqata Sharri është shembulli më I mirë I shoqatave në rajon për organizimin e aktiviteteve, si dhe vlerësuan rolin e saj të rëndësishëm në promovimin e bjeshkatarisë, mbrojtjen e natyrës dhe zhvillimin e turizmit malor. Është një shoqatë e cila duhet merret si model për organizimin e tyre që e kanë. Aktivitetet e vazhdueshme, padyshim edhe janë edhe të partë në Kosovë me aktivitetet e tyre. I falenderoj që pas luftës kanë qenë të partë që I kanë eksploruar gjitha majet e bjeshkëve të nemura në territorin e Republikës së Shqipërisë. Osmanin përgëzoj për këtë organizim dhe ekipin e tij të mrekullueshëm. Ne kemi ardhur këtu. Kemi ardhur në Prizren dhe pikërisht këtu për herë të parë. Dhe këtu ka filluar bashkëpunimi ndërmjet dy federatave tona, po dhe me që atëherë përfaqësoja shoqatën e AST Elbasanit, të qytetit tim ku jetoj. Dhe nga aty kemi nisur jo vetëm thjesht këto ardhjet tona të ndërsjellta dhe aktivitetet tona të përbashkëta, por dhe aktivitetet tona ndërkombëtare që kemi bërë së bashku. Dhe e kam Osmanin këtu dhe Sadikun, do të gjej rastet ta falenderoj Sadikun, se ka qenë të drejtën ftesën për e ti e kam marrë për herë të parë kur kam ardhur këtu. Me Osmanin dhe me kolegë tjerë kemi bërë gjithë ngjitje ndërkombëtare. Me Arnitin kemi bashkëpunim shumë të mirë ndërmjet dy federatave. Duhet ta themi këtë gjë që pavarësisht se kush është kryetari I Federatës të Republikës Kosovës apo dhe të Republikës së Shqipërisë, bashkëpunimi jonë është vëllazëror, do të vazhdojë. Sadik Shporta, njeri nga antarët më të vjetër të kësaj shoqate për shumë vite dhe drejtuesi I saj, flet me mburje për funksionimin e këtij organizmi të veçantë, pjesës së cilit janë qindra antar. Shoqata ka ekzistuar, po ne jemi mundur pak me pru në organizim në nivel më tjetër. Edhe tu falenderoj me shok, me se nda arritëm, kështu që tash shoqata është në nivel në altë organizimit, ka aktivitetet shumë, ta është një shoqatave më aktive në Kosovë. Kemi shumë aktivitete çdo javë përjavshme. Sot jemi tu festu 75 vjetorin e ekzistimit kësaj shoqate. Edhe po shpresojmë që të kalojmë mirë këtu, koha është me ne, shoqërinë kulturore artistike kemi këtu. Gjithçka është gati, veç me anisë edhe me festu. Shohim një masovizim më të madh. Keni edhe gra dhe vajza, që mendoj se është një gjë shumë e mirë edhe për shoqata. Shoqata me listë I numëron dikun 590 antar. Ndërsa aktiv që pagojnë çdo vit antarësinë janë dikun 150, 160 në çat asfilën. Kemi prej moshave ma madhore si ne që jemi veteran deri te matrit. Aktiv janë shumica, aktivitetet tona janë në përmarrjet e Sharrit, në për Shqipëri edhe jashtë vendit. Çdo vjet minimum 3-4 aktivitete kemi
në përvendet ndryshme. Besoj se e krijoni në fillim të vitit, e hartoni një kalendar të aktivitetit. Në fund vitit ose fillimi i vitit është mohat kuvendi i punës, çdo 4 vjet, çdo vjet, ndërsa çdo 4 vjet është kuvendi zgjedhor. Edhe në kuvend aty propozohet programi vjetor, aprovohet edhe me atë program andaj punohet natyrisht ka ndryshime, po jo se dojmë ne, po për shkak të kohës, ndërsa është para pa diçka ndaj kushtet ndryshojnë atëherë, mirë po programi ekziston gjithmonë, domethënë që përmban. Si duket sot? Kremtimisht. Sot është stadion e transmetimit. Jo, ashtu është ne edhe një libër kemi botu. Ky antari jon i shoqatës Abdushi Abdurrahimi i ka mbledh të gjitha dokumentacionet që ja kemi dorëzuar dhe ka shkruajtur një libër shumë, i ka përmbledh monografin komplet. Dhe besoj që ja vlen me po atë, ajo është një histori e qytetit, në ditë që bjeshkataria nuk është as prej dje, as prej pardje, po thjesht ka do vite. Dhe ne jemi të gëzueshëm që kemi mritë të i këtu, shpresojmë që do të vazhdojmë matute edhe kështu. I gjithë ky organizim për shënimin e kësaj ngjarje të rëndësishme ka kërkuar angazhim të madh për mikpritje dhe shërbime sa më të kënaqshme për të gjithë pjesëmarrësit, thot Donjeta Krasniqi, antare mjaft aktive e shoqatës. Ajo thot gjithashtu se gëzon fakti që edhe vajza dhe gra janë pjesë e shoqatës së bjeshkatarëve Sharri. Përgatitjet kanë shku shumë mirë, kemi pas angazhime goxha të mëdha, kemi pas nuk më thon probleme kështu. Përgatitjet kanë shku kryesisht mirë, po angazhimi ka qenë shumë i madh, si prej antarëve, si prej jo antarëve të shoqatës. Për çka ka qenë angazhimi? Angazhimi ka qenë shumë i madh mbase shumica prej neve dhe jemi antarë me vite në këtë shoqatë, edhe që dini, domethënë është një prej shoqatave më të vjetra në Kosovë dhe entuziazmi i madh i njerëzve me punu me dhënë diçka vullnetarisht është shumë i madh, kështu që besoj që kjo ju ka ndikuar njerëzve. Vajza dhe gra që nuk ke përtuar t'i bashkosh bjeshkatarëve. Shohim edhe një numër theksuar të vajzave dhe grave. Si po motivoheni? Po mas pari të e ditë që sporti mbi gjitha është shumë i mirë për shëndetin po flas. Edhe tani normal njohja me njerëz të rinj, njerëz ndryshëm, bjeshkatarët kryesisht janë njerëz shumë pozitiv, njerëz shumë të mirë edhe që kjo është motivi kryesor që na mban domethënë kështu aktiv çdo herë. Ndërka çfarë nuk e kishte problem që të merre me përgatitjen e ushqimit për qindra mysafir, edhe antari tjetër i kësaj shoqate, Hamit Alemdar. Zoti Alemdar, çfarë po bëni? Për përgatitjen për mysafir të bukën. Çfarë keni marrë me vete? Kem fasol, sallat, tulluma, sugjuk, tanat mirat. Kush e ka bërë për zgjedhjen e këtij ushqimi? Të gjithë së bashku. Dhe a mendoni se do të keni sasi të mjaftueshme, shohim një numër të madh të njerëzve që kanë ardhur? Ka sa të dënë, veça le të vinë njerëz, gjithmonë ka pas. Kjo shtëpi e Sharrit gjithmonë ka pas për mysafir. Dhe si po duket gjithkëtë? Gjithmonë e mirë. Unë jam pe fëminis, pe sa mali në aktivitete, domethënë i kom pas 7-8 vjet, edhe gjithë marr pjesë, edhe gjithmonë u kon mirë. Urojmë kaloni sa më mirë. Faleminderit shumë. Për një atmosferë sa më të këndshme festive në kuadër të këtij manifestimi, për të gjithë të pranishmit u shfaqë një program i pasur muzikor me valle nga trupat artistike Agimi, Dogri Joll dhe Sharski Behar, ndërkaq ditën e diel mbi 300 bjeshkatarë dhe dashamirë të natyrës të pranishëm në këtë manifestim realizuan ngjitje në majën e Vërtopit në lartësi 2555 metër, si dhe kanë vizituar liçenin e Karanikolës duke përjetuar bukuritë e jashtëzakonshme natyrore që ofron kjo zonë malore.